Diku me mbyllje të syve e diku me ndonjë treg administrativ, institucionet shtetërore kanë mundësuar punën për ndërtimin e një shumëkatësheje afër kompleksit të kishës katolike Shën Katerina në Pej, e cila bashkë me ndërtesat përcjellëse është në mbrojtje si aset i trashëgimisë kulturore. Kompleksi, që sipas projektit do të ketë gjithsej 6 kate, gjendet në zonën mbrojtëse të monumentit. Për ndërtime të tilla, ligji për trashëgimi kulturore parasheh pajisje me leje e në të kundërtën edhe masa të tjera, gjë që në këtë rast nuk rezulton të jenë marrë. Një seri dokumentesh e shkresash që i ka në dispozicion koha e dëshmojnë këtë. Njësoj dëshmohet edhe heshtja e institucioneve. Për disa ditë institucionet kompetente nuk kanë kthyer fare përgjigje, anipse konfirmohet se i kanë marrë e shqyrtuar pyetjet. Historia e këtij ndërtimi, që është duke u bërë nga kompania Intern Investment Group SHPK, ka nisur në pjesën e parë të vitit të kaluar. Punimet kanë arritur në katin e tretë. Kompania ishte pajisur me leje për ndërtim nga Drejtoria e Urbanizmit në Pej. Leja ishte lëshuar pa qenë pala e pajisur me pëlqim nga institucionet e trashëgimisë kulturore. Pasi kishte aplikuar, Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore nuk e kishte përcjell kërkesën në Institutin e Kosovës për mbrojtje të monumenteve për 7 ditë radhazi. Instituti më pas ishte vonuar në përgjigje ndaj palës. Nuk ishte miratuar projektin pasi kishte ardhur në përfundim se është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Investitori kishte bërë ankesë në Ministrinë e Kulturës. Komisioni ka nxjerrë vendim nëpërmjet të cilit e ka aprovuar si të bazuar ankesën e investitorit shkaku i vonesës në përgjigje. Ndërtesa me 2 bloqe që bashk kanë gjatësi mbi 70 metra e mbulon pamjen e kompleksit kishtar funde krye nga ana perëndimore. Distanca midis shtëpisë së motrave brenda kompleksit kishtar dhe objektit në ndërtim është rreth 10 metra. Ligji për trashëgimi kulturore përcakton krejt të tjera rregulla. Tek të njëjtën, Ministria ja ka përcjell kohës përgjigjet e Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Pej. Ky institucion vonesën në dërgimin e lëndës në IKMM e ka arsyetuar me fundjavë, gjë që sipas tyre dita e shtunë dhe e diel nuk llogariten. Më pas thonë të kenë njoftuar Inspektoratin e Trashëgimisë Kulturore se punimet kanë filluar, e inspektorati i kishte udhëzuar për të bërë disa ankesa në Ministrinë e Mjedisit. Koha ka komunikuar me investitorin Rahmon Shala. Ai ka dhënë disa sqarime në raport me investimin e tij. Pas bisedës në një telefonat të dytë është tërhequr nga deklarata. Punimet në objekt vazhdojnë njësoj sikurse heshtja e deritanishme e institucioneve.